Lidhur me dhunën mes së bashkëmoshatarëve ndaj një nxënësie të klasës së 6 në Gjergj Petrov, e cila u keqtrajtua nga 3 shoqet e klasës, të cilat fillimisht e kanë rrahur, e kanë ndjekur me cigare, ndërsa më pas edhe e kanë incizuar, ka bërë që institucionet të reagojnë më njëherë. Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski njoftoi se në bisedë informative janë thirrur 14 persona, mes tyre edhe prindërit e nxënësve të përfshirë. Ai siguron se policia vazhdimisht i kushton vëmendje edhe këtij lloji të dhunës, edhe pse në periudhën e fundit opinioni publik ka qenë më i fokusuar te dhuna në familje. Во връзка со конкретниот случај кој што ме прашавте. Në lidhje me rastin konkret jam i informuar se po zhvillohet hetim 14 persona janë thirrur në bisedë dhe për disa prej tyre do të pasojnë veprime të caktuara procedurale. Sigurisht, në kuadër të këtij rasti është përfshirë edhe prokuroria publike, e cila vepron sipas udhëzimeve të prokurorit kompetent. Me që bëhet fjalë për të mitur, ministri tha se duhet të japin informacione të kufizuara. Ndërkaq, sa i përket dhunës në familje, Toshkovski paralajmëroi se do të propozojë ligj të ri për përforcimin e mekanizmave në luftën kundër dhunës në familje. Me ligjin e ri, ai tha se policia do të ketë të drejtë që pa vonesa të ndërhyjë në mbrojtje të viktimës, duke e larguar autorin nga shtëpia, duke i ndaluar afrimin dhe çdo kontakt me viktimën. Reducirani informacije во јавност имајќи во предвид. Zyrtari policor do të mund të shqiptojë menjëherë një masë urgjente për mbrojtjen e viktimës, përkatësisht ta largojë autorin nga shtëpia, t'i ndalojë afrimin dhe t'i ndalojë çdo kontakt me viktimën. Masa do të vendoset menjëherë pa pëlqimin e viktimës dhe do të vlejë deri 48 orë, pas të cilës gjykata do të konfirmojë dhe do të shfuqizojë ose do ta zgjasë deri në 30 ditë. I pari policisë gjithashtu paralajmëroi vendosjen e kamerave inteligjente trupore për ekipet të ndërhyrjes së shpejtë të policisë, si pjesë e një sistemi modern që synon rritjen e transparencës dhe llogaridhënies në punën e policisë. Sipas tij, këto kamera do të regjistrojnë 24 orë çdo situatë në terren, duke krijuar një pasqyrë të saktë dhe të dokumentuar të ngjarjeve. Sistemi do të ndërtohet brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe do të mundësojë komunikimin dypalësh, duke siguruar evidencë të qartë për çdo ndërhyrje.